Moj Beatrice, na keni shokuar me atë pjesën kur e kemi perceptuar si lajm që mund t'jetë i vërtet skualifikimi juaj nga gara e Eurovisionit. Pra ishte një gënjeshtër për ditën ndërkombëtare të 1 prillit. Vitaman, kodal. E kemi parë dhe ka përgjirën e rrjetit duke u shokuar gjithë ose duke e marrë si të vërtet. Po, me të thënë vërtetën, të sharova krejt, e ka qensuru trunien, po mrami ishte vonë, isha në shtrat, edhe gjithaj minut më rebo scroll, edhe më doli kjo gja, edhe ndërkohë ishte të më thirë menagjeri, e më kapi i fje frika. Thash, o zot, për qatë në Çka po ndodhë? Po, ishte lori. Nuk ishit bashkë me Kolën? Në atë momente kur e po atë lajmi? Ja. Unë kam pa mram në shtëpi, ai më ndaj folën në telefon e i diftova,